për ta kaluar kërkesën e kryetarit të Bashkisë Tiranës për shqyrtim, gjykata kushtetuese praktikisht i ka dhënë përgjigje edhe juridiksionit që ngrinte si pretendim absurd presidenti i Republikës. Shkelja e dytë që është kryer, shkelja e rëndë e dytë që është kryer nga presidenti i Republikës ka të bëjë me ndërhyrjen brutale, antikushtetuese në çështjen e mandateve të gjyqtarëve kushtetues. Në kundërshtim me nenin 4, 7, 124, 125, 127, 129 dhe 179 kushtetutës ka ndërhyrë në pavarësinë e gjykatës kushtetuese duke kërkuar ndërprerje antikushtetuese të mandateve të anëtarëve të kësaj gjykate dhe duke krijuar pasiguri juridike në ushtrimin e detyrës nga ana e tyre si formë kyçe dhe më e dhunshme e cënimit pavarësisë së një gjyqtari kushtetues. Në 30 janar të 2025-s, presidenti Begaj, pa e patur në kompetencë tij, ka kërkuar nga gjykata deklarimin e mbarimit të mandateve të disa anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Nëse lexon shkresën e zotit Begaj, do të shikoni që ka vendosur në pikpyetje kozjatjen e mandateve për të gjithë anëtarët në detyrë të gjykatës kushtetuese në shkelje flagrante të kushtetutës. Madje ka uzurpuar edhe kompetencat e kuvendit, duke ftuar gjykatën kushtetuese të shprehet mbi kozjatjen e mandateve për anëtarët që janë emërtesë e kuvendit. Nuk ka guxuar kurrë më parë asnjë president i Republikës që të cënoi në këtë formë pavarësinë e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Sa i përket mandatit të anëtarit, që është emërtesë e presidentit, kushtetuta, por dhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese është krejtësisht e qartë. Gjyqtarja Sonila Bejtja ka marrë një mandat në kohën e emërimit plotësues të mandatit të plot të ish gjyqtarit Besnik Muçi. Sipas kushtetutës, vendimi të gjykatës kushtetuese në rastin e kryetares zonjës Zaçaj, gjykata kushtetuese shpreh qartë që Kushtetuta e Republikës Shqipërisë ka parashikuar një kozjatje të ndryshme, pra jo 9 vjeçare, vetëm për 2 anëtarë të gjykatës kushtetuese. Konkretisht zonjën Zaçaj, cilët i mbaron mandati në vitin 2025 dhe zotit Sander Beci që i mbaron mandati jo në 2029 sa duhet i mbaronte, por i mbaron mandati sipas kushtetutës në vitin 2028. Dhe gjykata kushtetuese është krejt e qartë në jurisprudencën e saj që në përcaktimin e kohës apo kozjatje si garanci e mos lëvizjes së gjyqtarëve nga detyra dhe sigurisë tyre për të ushtruar drejtësi kushtetuese, për të dhënë drejtësi kushtetuese në pavarësi të plot, do duhet analizohen 3 element në mënyrë të njëkohshme, thot gjykata kushtetuese. S'pari Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, s'dyti ligji për gjykatën kushtetuese dhe së treti aktet e emërimit të gjyqtarëve në detyrë, që në rastin konkret ashtu si edhe në rastin e gjithë gjyqtarëve tjerë, sepse aty janë vënë në diskutim kozjatja e mandateve të gjithë trupës së gjykatës kushtetuese, një akt dhe kërkesë absurde nga ana e presidentit, aktet e emërimit përcaktojnë edhe kohën e qëndrimit në detyrë të secilit gjyqtar. Për këtë arsye, presidenti Begaj në këtë shkelje të rëndë të kushtetutës ka ushtruar para kohe kompetencën e tij pa i lindur ende e drejta. Ka ndërhyrë në mënyrë të dhunshme dhe brutale në pavarësinë e gjykatës kushtetuese. Ka investuar gjykatën kushtetuese në tejkalim të kompetencave të tij, duke i uzurpuar përgjegjësinë, kompetencën ekskluzive që e ka gjykata kushtetuese dhe ushtron përmes vetëm kryetarit të gjykatës kushtetuese. Ka injoruar fuqinë detyruese të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Edhe një shtesë në këtë rast, dispozitat për cilat kërkon sqarime
zoti Begaj, janë interpretuar në mënyrë përfundimtare me vendim interpretues gjykatës kushtetuese në vitin 2011. Dhe ai vendim interpretues sipas kushtetutës ka fuqinë e vet kushtetutës. Ka vënë në pikpyetje kozjatjen e të gjitha mandateve të anëtarëve të gjykatës kushtetuese, duke cënuar në mënyrë brutale pavarësinë e gjykatës kushtetuese dhe duke krijuar një gjendje pasigurie të qëndrimit në detyrë për të gjithë trupën e anëtarëve të gjykatës. Ka uzurpuar kompetencat e kuvendit, duke i kërkuar gjykatës kushtetuese që të shprehet për mandatet e anëtarëve të gjykatës kushtetuese që janë emërtesë ekskluzive e kuvendit. Shkelja numër 3. Ka dekretuar në mënyrë antikushtetuese ligjin për ndryshimet në ligjin bazë për komisionet hetimore, në kundërshtim me nenet 77, 86 dhe 132, duke injoruar të drejtën kushtetuese të deputetëve të opozitës për kontroll parlamentar dhe duke injoruar fuqinë detyruese të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese, pavarësisht se është informuar paraprakisht zyrtarisht nga grupi parlamentari PD-s për ekzistencën e një krize të thellë politike dhe konfliktit të thellë në kuvendin e Shqipërisë, dekretoi shpadhjen e një ligji antikushtetues që ndryshonte ligjin ekzistues, duke mos përmbushur rolin e tij si përfaqësues i unitetit kombëtar dhe moderator i konflikteve politike në vend. Përpasoj ka cënuar neutralitetin politik dhe paanësinë gjatë ushtrimit të funksionit të tij kushtetues si kreu i shtetit. Ka ndërmarrë veprime aktive për të ngushtuar kompetencat kushtetuese të opozitës në ushtrimin e përgjegjësisë saj për kontroll parlamentar efektiv, duke u bërë njësh me mazhorancën socialiste. Ka injoruar fuqinë detyruese të 10 vendimeve të gjykatës kushtetuese. Nuk ka përmbushur rolin dhe përgjegjësinë e tij kushtetuese si faktor ekuilibrues dhe moderator i konflikteve politike. Shkelja numër 4. Dekretimi antikushtetues i ministrit virtual Djella në kundërshtim me nenin 7, 45, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102 dhe 103 të kushtetutës, ka dekretuar emërimin e kryeministrit, njëkohësisht duke përcaktuar edhe ngritjen dhe funksionimin e ministrit virtual të inteligjencës artificiale Djella, duke i shërbyer në këtë mënyrë në kundërshtim me rolin dhe përgjegjësinë e tij kushtetuese, qëllimeve propagandistike të kryeministrit Edi Rama dhe duke rrënuar në mënyrë përfundimtare seriozitetin e institucioneve kushtetuese publike në vend. Presidenti Begaj ka kryer shkelje të rëndë për shkak se ka cënuar parimin e ndarjes së balancimit pushteteve, pasi presidenti ka krijuar një strukturë të re ministrore, ministrin virtual të inteligjencës artificiale, dhe i ka caktuar kryeministrit përgjegjësi të reja për te asaj që lejonte kushtetuta në momentin e mandatimit të kryeministrit me propozim të partisë fituese të zgjedhjeve. Së dyti, ka cënuar organin kushtetues, ministër i Republikës, pasi presidenti ka krijuar një ministër virtual i cili nuk përmbush cilësitë kushtetuese të emërimit si ministër, procedurat e emërimit dhe betimit tij, si dhe ushtrimin e kompetencave dhe përgjegjësive kushtetuese. Ka shkelur në mënyrë flagrante disa dispozita të kushtetutës që lidhen me kompetencat e presidentit të Republikës, kompetencat e kryeministrit dhe të Këshillit të Ministrave, kompetencat e ministrit apo cilësitë e tij sipas kushtetutës, procedurën e emërimit dhe betimit ministrit dhe mënyrën e ushtrimit të kompetencave. Shkelja numër 5 ka refuzuar për të ndalur përfshirjen e trupit diplomatik që emërohet dhe shkarkohet prej tij në fushatën elektorale të vitit 2025. Në kundërshtim me nenin 1, 86, 92 të kushtetutës, përmes mos veprimit të tij, ka lejuar përfshirjen e palishme të trupit diplomatik të Republikës Shqipërisë, të akredituar në disa shtete
të huaja në aktivitet politik zgjedhor të partisë në pushtet, duke mundësuar pabarazin e garës zgjedhore të 11 majit dhe duke lejuar me vedije shkrirjen e shtetit me partinë në pushtet në zgjedhje. Për pasoj, presidenti Begaj ka kryer shkelje të rënd të kushtetutës, ka cënuar barazin e palëve në zgjedhje, duke lejuar shkrirjen e shtetit me parti në pushtet, siç në fakt evidenton edhe misioni i vëzhguesve të OSBE diri në deklarata dhe gjetjet paraprake në raport me zgjedhjet e 11 majit, nuk ka ushtruar kompetencat me natyrë vendimarrëse në fushën e politikës jashtme, duke cënuar dhe dëmtuar zgjedhjet e lira dhe të barabarta, apo rolin e tij kushtetues si faktor ekuilibrues dhe garant i respektimit të lishmërisë nga ana e autoriteteve publike. Ka dështuar të ruante rolin e tij neutral dhe mbipalët, si dhe të garantonte funksionimin demokratik të institucioneve. Shkelja numër 6 ka ndërhyrë në mënyrë antikushtetuese përmes kabinetit të tij në procesin zgjedhor, në kundërshtim me nenet 1, 67, 86, 92 dhe 94 të kushtetutës, ka lejuar angazhimin e kabinetit të tij në procesin e administrimit të zgjedhjeve në faza të mëhershme, nga faza ku futet në lojë institucioni i presidentit të Republikës, duke injoruar përgjegjësitë kushtetuese të presidentit të Republikës lidhur me rezultatin e zgjedhjeve dhe duke konsumuar një ndërhyrje flagrante antikushtetuese të institucionit të presidentit të Republikës në zgjedhje. Kjo ka përforcuar perceptimin se shkrirja e shtetit dhe partisë në zgjedhje është forcuar, si dhe ka rënuar neutralitetin politik që duhet të gëzojë institucioni i presidentit të Republikës. Për pasoj, ai ka cënuar barazinë e palëve në zgjedhje, duke lejuar shkrirjen e shtetit me parti në pushtet dhe ka dështuar të luante rolin e tij neutral dhe mbi palët dhe të garantonte funksionimin demokratik të institucioneve. Dhe shkelja e fundit, por jo nga rëndësia, përfitimet personale dhe të birit në shkelje flagrante të kushtetutës, ajsa për këtë shkelje dyshohet se ka kryer edhe një krim të rënd për cilën grupi parlamentar i Partisë Demokratike në ditët në vijim do t'i drejtohet prokurisë së posaçme. Konkretisht, në kundërshtim me nenin 11, 86, 88 dhe 89 të kushtetutës, ka krijuar një gjendje permanente konflikti interesi që cënon konkurrencën e lirë në treg, duke i dhënë përfitimet e të gjitha prokurimeve publike të institucionit të presidentit të Republikës në fushën përkatëse